Jo, e vërtet ishte kjo ngjarja tek liçeni artificial. Them dhe diçka, shiko. Hetimi, në fakt, pra fabula e ngjarjes, prokuroria pak a shumë e ka krijuar tani, e ka kristalizuar që pse ka ndodhur ngjarja, si ka ndodhur ngjarja, pra dinamikën e ngjarjes e kanë. Edhe autorin. Pozicionimin e personazheve pak a shumë e kanë, por jo më kot thashë derisa ka pasur autori dhe arma, se dy elementë shumë të rëndësishëm, se edhe gjoja që janë kapur, sa ai mund të ketë gjujt nga makina. Po. Domethënë se ajo lloj arme nuk e fut dot në thesë të djush. Domethënë kush e di ka gjojë me atë lloj arme që ke vështirë ajo. Por ai mund të ketë gjujt në makina dhe gjoja i ka ngel në makinë. Sepse ajo makina që ka ai është më e lartë se këto. Dhe ai nuk e ka kot atë lloj makine me karroseri. Jo, ka dhe gjë tjetër që, fal. Po jo, që ta ezaurojmë komplet këtë ngjarje. Ajo e hedh afër gjoja, ai mund të ketë kujdes që Kalashnikov që e flak, që gjumë bërshëri dhe e flak. Ajo aty bën qitje një nga një, pra që si futen këto armë? Po në Shqipëri çfarë s'ka në Shqipëri armë? Pse çuditësh ti tani? Se mirë moratoriumi që kapën në një furgon para sa ka ajo 8 vite, 9 vite që ai kishte raketa supi tani që niseshin, ajo montohet vetë në helikopter dhe në kamion e talshonte. Në Shqipëri është çka kërkon, sepse rreth e rrotull nesh kemi patur një zonë që në vitet 90 ishte lufta më e madhe në Europë. Është Malezi, është Kosova, është Serbia, pra armë plus armët tona herë që i kemi, unë pse të përmend ato që 97-s kemi akoma apo tjera. Ato kanë dalë në depot e Shqipërisë 600.000 armë. 600.000 armë. E ke idenë se çfarë është Serbia, edhe Serbia është element kryesor për furnizimin e tregut evropian me armë palishme. Armët e reja, është kryesor. Serbia eksporton në Shtetet Bashkuara $800 milion çdo vit, armë automatike dhe të lehta. Pra i ka fabrika në punë, ka se ne që i shkatrun. Ata janë patjetër. Armët e reja vinë të këtij niveli se ato tonat janë të vjetra. Ne kemi armë të reja. Dhe ne nuk i kemi mbledhur këto 600.000 armë nga depotet e Shqipërisë. Nuk lidhen gjithë ato. Një pjesë janë mbledhur. Ti a mban që bënim vinin ata këto të mëdhenj Hollywoodit atje dhe shkat se kush ishte Redford? Jo, nuk e mbaj mend nga ata. Që erdhi në Gramsh edhe shkatronte armët. Ne kemi bërë fushata tëra për mbiljes. I fundit ishte Tahiri, që bëri një gjatë kohës ministrit Tahiri, ai bëri 2 herë fushat. Por dorëzimin e armëve tha nuk do keni ndjekje penale, vetëm na e dorëzoni. Vetëm dorëzoni. Çfarë do lloj arme që t'ishte. Dhe ne masivitetin e këtyre armëve e shohim së pari sidomos në këto zona ku kultivohet kanapi, se aty duhet në armë, është biznesi i tillë, ai lloj biznesi do njerëz amatose. Po që të them të ngjarje që mos allakaten. Pra, është e rëndësishme për hetimin, edhe për mua, që të justifikoj motivin pse ky person vepron me kaq agresivitet. Se kjo është gjë që mos ka të bëjë me karakterin nga zona nga vjen apo mos t'ia veshim. Tani ne njoh mirë edhe këta të Salaris, edhe këta të Lumit Vlorës. Kam shumë njohje në atë zonë, i di shumë mirë, thash jam futur më kam herët aty ka qenë shtabi i është një fshat, më thotë Vërmik quhet ai zbanohet fare sot. Pa atë e kishin, aty mblidheshin, ka që s'kishte edhe infrastrukturë, dhe aty e kishin magazinimin. Herët jo sot. Pra, ajo zonë nuk është problemi si këtë mund e karakterit që kanë ata. Se dhe Salaria s'është më pak se me Sapliku. Është e njëjta gjë, mali ndanë ata, mali këtej, këtej është lumi Vjosës, andej ka plumi i Vlorës. Por, pse bëj këtë pyetje? Sepse them, mbase nuk ka një konflikt të mëparshëm, pra për një çështje tjetër. Por aty diçka ka ndodhur që e ka çuar atë të marrë këtë veprim, pra të kthehet dhe të gjuaj pa dallim, se nuk ka selektuar. Pra vetë predha që ka kapur viktimën është rikoshet. Po t'ishte një armë gjau e thjesht, nuk bën rikoshet. Se mos to që janë mbushet e vogla për zogj, për lepuj, nuk shumë. Ajo ka qenë tek plumb. Bën rikoshet. Ajo që përdoret për dër, ajo është me vjaska. Se kam përdorur, ajo është me vjaska, është tek predh, është e fuqishme, dhe ja ka një gjë tjetër. Kur godet në trup, krijon një plagë kaq të madhe, sa llogaritet që vetëm gjakderdhja të shkaktoj, që mos llogaritet i bira riu dhe darit, ta lërë në vend, edhe drerit, jo më njeriu. Kafshë egër e fuqishme, po. Pse po kam ngul për këtu? Po kam ngul për të parë në vendin e ngjarjes. Nuk e dim të akoma, mbase prokurori di se hetimin e ka ndorë prokurori i Gjirokastës dhe ata kanë prokuror. Ku do dalësh? A janë gjetur preda apo jo? A ka preda tjera? Eni tha jo. Më fal, kur them preda tjera, rrethi shumë i gjerë. Nuk them preda të armës atij. Po. Të armës gjallë, se ka pasur dhe persona tjerë lëvizje në zonë. Janë konstatuar tre shenja. Pra, a ka patur dhe goditje me armë gjallë? Nëse ka patur, mund të ketë qelluar në ajër, sa në tremur ato.
dhe kanë qelluar në ajër. Pra, a ka patur dhe të shtënë atje, pra, nëse ka ndodhur, gjithmonë nëse ka ndodhur, dhe kjo është një gjë që do ta tregoj hetimi. Unë uroj të mos ketë ndodhur, por do të, pra, gjëja që nuk më bind në 100% këtë moment është pikërisht pse autori veproi në këtë mënyrë dhe në mënyrë kaq radikale. Pra që detyrosh qellosh me armë, kur si edhe në vendin tënd, si as në fshatin tënd. Dhe kur e di që ata numerikisht janë shumë, janë të pajisur me armë gjallë. E bën dhe me paramendim, se ke shku ke marrë armën e bën me paramendim, se ke shkuar. Ata të pajisur me armë gjallë, po ky sa do të ketë municion, ky s'ka Kalashnikov, s'ka 30 fyshe karikatori, 5 top ka ai. Dhe ti do merresh, ta mbushësh, ta. Pra, fakti që ka shkuar aty, edhe po them është kjo është një pikë pyetje. Megjithatë, ky ka marrë armën më të mirë të mundshme që ka pas në serialin e tij, se ka pas edhe çifte ai. Nuk ka marrë çifte. Jo Kalashnikov tha, Hoxha. Ai po kish përdorur çifte, po të kish përdorur çifte, me fyshek normal, mbasi s'do kishim rikoshet që vërtet do kishim viktim. Edhe pozicionin e makinash i mbron. Edhe ajo armë. Dhe aty shikoj ku ka ndodhur një gjë, ka një gjë. Është asfalt, nëse e pak, edhe toka formacioni aty është shumë i fortë, është një lloj stralli, që edhe po kapi në gur atje në më shumë shanse ka që të bëjë rikoshet sa të ngulet në tokë, ngelet në dhe si formacione të tjera. Po të shikoni edhe pozicionin atje. Kështu që është një pjesë, po them ky është një detaj akoma që do duhet për të zbardhet në momentin kur do kapet autori. Po. Nëse me autorin do kapet ose nëse dorëzohet, do t'japi një alibi dhe ai të vetëm. Dhe ai do thotë që unë qellova për këto gjëra. Por që të arrim të pjesa që alibia ati është e vërtet, është mbështetur, apo është e pavërtet, atëherë duhet parë, a ka rrethana, a ka pasur, nëse ka pasur konflikt paraprak, ky konflikti ka qenë vetëm fizik, ka qenë vetëm verbal, apo ka patur vetë shtëna, qoftë dhe në ajër, pra me armë të tjera. Pra të gjithë këto element duhen vlerësuar një nga një, sepse thash, fati madh shqyr që nuk ishte ashtu siç u thanë fillim. Pra nuk kishim të bëni me një atentat të strolluar ndaj një biznesmen italian që do të ishte shumë tragjedie e madhe për. Me vërtet edhe një njollë shumë e madhe për rendjen dhe sigurinë në vend.